Një sken spektakolare, por njëkohësisht tejet e rrezikshme u regjistrua në zemër të New Yorkut. Dy aventurierë rus u ngjitën deri në majën e antenës së ndërtesës ikonike Empire State Building në një lartësi prej rreth 443 metrash mbi tokë. Të veshur me rroba të zeza pa mëng, Angela Nikolaou dhe Vania Birkus u pan duke qëndruar në majën e kullës, pranë dritës së kuqe sinjalizuese, ndërsa sfidonin lartësinë dhe erën e fortë. Çifti shpalosin një banderol të zezë me mbishkrimin "Kur fuqia e dashurisë mposh dashurinë për pushtetin, bota një paqe". Një mesazh që bën thirrje për paqe në mbar botën. Pas shpalosjes së banderolës në majtë të Empire State Building, u zhvillua një moment romantik. Sipas pamjeve të publikuara, Vania Birkus i propozoi për martesë Angela Nikolaut, duke e kthyer aksionin e rrezikshëm në një ngjarje personale që tërhoqi vëmendjen e kalimtarëve dhe përdoruesve të rrjeteve sociale. Megjithatë, aventura përfundoi me ndërhyrjen e autoriteteve. Policia e New Yorkut bëri të ditur se të dy personat u arrestuan më njëherë pas britjes nga ndërtesa dhe pritet të përballen me akuza, të cilat ende nuk janë bërë publike. Ngjitja në ndërtesat e larta pa autorizim është ndaluar në Shtetet e Bashkuara dhe konsiderohet shkelje e rëndë e sigurisë, ndërsa ky veprim ka hapur debat për kufirin mes aktivizmit, spektaklit dhe rrezikimit të jetës.